Ka qytete që i viziton, dhe ka qytete që duhet i ecësh ngadalë. Shkupi është një prej tyre. Në mëngjes, rrezet e diellit prekin kaldrëmet e çarshisë së vjetër. Dyqanet hapin dyert. Aroma e kafes përzihet me zërat e njerëzve, dhe çdo rrugicë duket sikur ka një histori për të treguar. Pak hapa mëtej, ura e gurit vazhdon të lidh dy anët e qytetit, ashtu siç ka bërë prej shekush. Mbi të kalojnë turist, banor dhe udhëtar, secili me ritmin e vet. Ndërsa lumi vardar rrjedh qetësisht poshtë. Mbi qytet qëndron kalaja, dëshmitare e shumë epokave. Nga lart, pamja tregon një shkup që ndryshon çdo ditë, por që ruan ende gjurmët e së kaluarës. Në bit pazar, ritmi bëhet më i shpejt. Tregtarët thërrasin klientët, njerëzit negociojnë me buzëqeshje, dhe ngjyrat e frutave, erëzave e mallrave krijojnë një atmosferë që nuk gjendet lehtë diku tjetër. Vera i jep qytetit një energji të veçantë. Kafenet mbushen me njerëz, rrugët me vizitor nga vende të ndryshme, dhe çdo cep bëhet pjesë e një fotografie ose kujtimi. Shkupi nuk është vetëm një destinacion, është një përzierje kulturash, gjuhësh dhe traditash që bashkëjetojnë prej brezash. Ndoshta pikërisht kjo është arsyeja pse kush vjen një herë, gjithmonë gjen një arsye për t'u kthyer. Mirë se vini në Shkup, aty ku historia dhe jeta e përditshme ecin krah për krah.